Ushqimet kryesore për trurin dhe zemrën. A keni dëgjuar për dietën e trurit? Bëhet fjalë për një regjim ushqimor të shëndetshëm për trurin dhe zemrën. 3 vjet më parë, një grup ekspertësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiluan pikat kryesore të këtij regjimi që synon të mbrojë trurin nga sëmundje si Alzheimeri. Vendimi erdhi pas zbulimit të një lidhje të fortë mes ushqimit dhe shëndetit të trurit. Çfarë është ushqyerja për trurin? Ky regjim ushqimor ka si objektiv parandalimin e sëmundjeve nervore dhe ato kardiovaskulare. Theksi qëndron tek drithërat e plota, produktet e bulmetit pa yndyr, kripa e kufizuar, perimet, frutat, arorët dhe proteina. Ushqime të tilla të shëndetshme synojnë të mbrojnë zemrën dhe trurin nga sëmundjet. Ushqimet për trurin dhe zemrën. Sipas studiuesve, çdo ditë njeriu duhet të hajë një sallatë me barishte, një racion me perime, 3 racione me drithëra të plota. Në shumicën e ditëve të javës, njeriu duhet të hajë aror, fasule, bishtajore. Mishi i shpendëve dhe frutat e pyllit, veçanërisht boronicat dhe luleshtrydhet, duhen ngrënë 2 herë në javë, ndërsa peshku 1 herë në javë. Vaji i ullirit duhet të jetë yndyra e vetme që mund të përdoret në gatim. Po mishi i kuq? Mishi i kuq duhet ngrënë shumë rrallë, ndërsa për gjalpin sa më pak. Një racion djath duhet konsumuar 1 herë në javë. Ndërsa ushqimet e skuqura, të shpejta, ëmbëlsirat e blera në market nuk duhen konsumuar. Lidhja mes trurit dhe stomakut. Truri dhe stomaku janë të lidhur fort me njëri tjetrin, ndaj ushqimet që ham kanë një ndikim të madh tek truri. Përveç ushqyerjes, duhet të siguroheni të mbani një trup dhe një mendje aktive, të flini siç duhet, të përpiqeni të mos stresoheni. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.